Mirë se vini në triportin e Vlorës, projektin që u promovua si një port i ri modern për mallra dhe pasagjer, i cili duhet të sillte zhvillim ekonomik, por që sot ngre më shumë dyshime se sa besim. Historia nis më 10 Gusht 2021, kur Ministria e Infrastrukturës shpalli koncesionin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar të Vlorës. Në garë morën pjesë 3 kompani, por fituese u shpall një bashkim prej 5 operatorësh: Agbes Construction, Besta, Arkon Studio, IT Group dhe Premium Construction. Sipas kontratës, porti do të ndërtohej me fondet e tyre, ndërsa qeveria do të shlyente 60 milion euro për 7 vite pas përfundimit të punimeve. Fillimisht gjithçka dukej korrekte, por vetëm pak muaj pas themelimit të shoqërisë së përbashkët Vlora Harbor Construction, aksionet nisën të ndryshonin duar. Agbes shiti 33% për 100.000 euro, Arkon Studio 25% për 2.500 euro, Besta 30% për 3.000 euro. Të gjitha këto kuota u blen nga Premium Construction, e cila papritur u bë pronare e 92% të projektit, duke shpenzuar vetëm 105.000 euro. Edhe pse emri sugjeron një kompani të fuqishme, Premium rezulton me kapital vetëm 10.000 lekë dhe e themeluar pak javë para tenderit. Pronari, Hektor Agalliu, një pensionist nga Berati dhe punëtor i Salillarit, pa eksperiencë apo kapacitete për një projekt kaq të madh. Kjo çon në pyetjen thelbësore: kush fshihet pas një kontrate 60 milion euro?